Se në base kemi pikpamje dhe këndvështrim të ndryshëm për listën serbe. Na e shohim ndryshe, ata e shohin ndryshe. Po në rregull është, le dalin para qytetarëve, le t'ju thojnë çish e shohin listën serbe. Le t'ju thojnë që nuk e ka mirë vendosja gjykimin edhe vlerësimin për listën serbe. Dhe le dalin le t'lipin vota. E keni një tendencë të çfarë për t'i pozicionuar partitë tjera me listën serbe. Po jo more nuk është tendencë. Pse bëni këtë të tillë? Jo, nuk është të tillë. A është e lehtë? Pse s'po argumentoni me diçka tjetër për që keni punuar ai sa? Jo more kemi punuar, por është e lehtë. Po a nuk kishte problem ti me qenë një qeveri e varur nga lista serbe? Po tjetër çfarë se jam pozicion për të përgjigjur këtu. Po me qenë se po jo me qenë se po e bart argumentin e opozitës, unë duhet me diskutuar. Po pyetim po të them. Por problemi i madh është nga problemet më të mëdha janë në Kosovë. Nëse një qeveri në Kosovë varet nga deputetët e listës serbe. Dhe problemi i dytë po ashtu, edhe më i madh. Nëse ju aq i madh sa problemi i parë, është që të krijohet një qeveri e partive të cilat i kanë humbur zgjedhjet bashkë me listën serbe përkundër fituesit të zgjedhjeve. Domethënë përkundër fituesit të zgjedhjeve. Domethënë një subjekt politik që ka fituar 48 deputet në zgjedhjen e nënshkurtit, domethënë me legjitimitet të plotë si një subjekt i vetëm politik, domethënë synohet të lihet në opozitë duke llogaritur votat e listës serbe. Ndërkohë që refuzohet vendosja për bashkëpunim dhe për llogarisën votat e listës serbe. Pardon? Ata s'po thon askush se ka thënë këtë që për llogarisën votat e listës serbe. Ata madje ju kanë akuzuar, Rustemi. Ju kanë akuzuar që jo, lëvizja vendosje, institucionet të cilat i keni udhëhequr ju, nuk i keni bërë procedurat e nevojshme me kohë për ta shpallur organizatë terroriste. Nuk është e vërtetë. E kemi pasur diskutim më parë. Po s'mundet qeveria me shpall. Gjema një mund unë e di që nuk mundet. Po nuk mundet qeveria me shpallë. Ai ka shpallë qeveria terroriste Roja të Urës. Po parti politike, kjo ka statusin e partisë politike. Është regjistruar në KQZ. Nuk mundet qeveria partin politike. A është parti legjitime politike është debat tjetër. Formalisht, lista serbe në KQZ i ka letrat si parti politike. Ai plotson kushtet për të decertifikuar. Po aty e bën KQZ-ja, jo qeveria. Pra, po si ja keni shu argumentet e mjaftueshme. Çu si kemi thënë, në vazhdimisht pa ka argumenta, ndërkohë po zhvillohet procesi kundër grupit të Radojçiçit. Po veç jo për me heq dilemën, qeveria po të mundte me shpall terroriste listën serbe, sot do ta bënte. Nuk ka asnjë kompetencë. Madje vetë kam qenë në diskutime i përfshim, edhe në kuptimin ligjor të fjalës, mi pa argumentet. Po s'ka mundësi qeveria me bë këta. Gjykatat mund ta bëjnë në kuptimin e ndalimit të veprimtarisë dhe KQZ-ja mund ta regjistrojë respektivisht mos ta certifikojë për zgjedhjet e ardhshme. Të dy procedurat kanë qenë të hapura edhe me mundësi, edhe në zgjedhjet e kaluara, në kundërshtim me argumentet që kemi dhënë, edhe ne kemi qenë sot gjykatë supreme listën serbe në zgjedhjet e fundit. Çfarë kemi bërë? Si keni plotsu kushtet formale. Po i kemi shumë gjykatë supreme. Por ama për të kthyer, domethënë, te raporti e opozitës me listën serbe. Mund vjen keq, Dibran, vërtet e thon me keqardhje që partitë shqiptare janë në gjendje me bashkëpunu me listën serbe përkundër vendosjes, përkundër fituesit të zgjedhjeve për me kriju një qeveri. Është për të ardhur keq, nuk e them këtë me mburrje.